që një javë ditë gjumë natës nuk po kemi. Pse? Jom afër rrugës B. Po? Prej Viva Freshit që është rrethi të banesat e bardha që shkohet, e deri te rruga marrën feza gjithë natën bojnë gara me motora 2 rroqe, me motora 4 rroqe edhe me kere. Po e dim Zoj, kena marrë ankesa për këtë edhe në të kaluarën dhe ne kemi adresuar te Policia e Kosovës, do ta bojnë edhe një herë, po na vjen keq që e dim që kjo problem që përsëritet çdo vit, edhe për pos zhurmës është edhe rrezikshme për ata që marrin pjesë aty apo edhe për qytetarët. I kam 2 bineq të vajzës kur ka ardhur me bujt, ne i thojmë, beso që gjithë natën fëmijët kanë kajt pe zhurmës madhe. Po Zoj, unë jam ajo, faleminderit për parkun. Po, bedi sot problem, po na kujtoni shumë. Po na vjeni ta gëzoni parkun edhe të kënaqeni edhe të. Po, besom Ari, ju respektoj. Mram e kum pi hapin e gjumit. Po. Po s'ka mazëlla, natra nun bre Ari. Po është për të ardhur keq, po na vjen keq Zoj, ne do të adresojmë përsëri Policisë së Kosovës me apel që me dal patrullat natën edhe me asnjë polic nuk kam ka shoh që po sillet ani pari. Do të kujdesemi që të kontaktojmë me Policinë e Kosovës dhe të adresojmë ankesën tuaj. Ju du shumë, kërkoj falje, po ju falemnderit. Jo, s'keni pse me kërku falje, po na vjen keq. Ju falemnderit shumë gjyshe, të përshëndesim. Përshëndesim edhe dëshirojna javë të mirë, pra apel Policisë së Kosovës me shku në rrugën B, sepse qytetarët tepër të shqetësuar dhe kjo nuk është vetëm zonja që thirrje, po kemi pas thirrje telefonike gjatë javës së kaluar, një tjetër thirrje telefonike me njëherë. Allo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, urdhani. Nga po na telefononi? Po, thras Shevqeti këtu për Olimpionës. Po, zotri Shevqet, çfarë ankese keni? Kështu